Një korik, kënaqësia e Perëndisë për të bërë mirë. Mos ki frikë o tufe vogël, sepse Atit tuaj i pëlqeu t'ju jap mbretërinë. Luka 12:32. Jezusi nuk do të rritë të bëj se hir dhe të na lërë të mos besojmë pa luftuar me ne. Ai e merr armën e fjalës dhe e flet atë me pushtet për të gjithë ata që e kanë të vështirë të besojnë. Synimi i tij është që ta mposhtë frikën që Perëndia nuk është ai lloj Perëndie i cili me të vërtet dëshiron të jetë i mirë me ne. Që ai nuk është vërtet bujar, ndihmues, i mirë dhe i butë, por në thelb është i irrituar me ne, i zemëruar dhe jo miqësor. Ndonjëherë, edhe nëse në zemrat tona e besojmë që Perëndia është i mirë me ne, ne mund të ndjejmë sikur mirësia e tij është disi e shtrënguar apo e detyruar. Kjo ndodh ndoshta sepse, ashtu si një gjykatës i cili është vënë me shpatulla pas murit nga një avokat i zgjuar, përmes një aspekti teknik apo rregullit të gjykatës, kështu edhe atij duhet që t'i shpërfillë akuzat kundër të akuzuarit, të cilin me të vërtet dëshiron ta fusë në burg. Sidoqoftë, Jezusi bën çmos për të na ndihmuar që të mos ndihemi kështu për Perëndinë. Te Luka 12:32, Jezusi përpiqet që të na përshkruaj vlerën dhe përsosmërinë e papërshkrueshme të shpirtit të Perëndisë, duke na treguar kënaqësinë e pafre që ai ndjen kur na jep mbretërinë. Mos ki frikë o tufe vogël, sepse Atit tuaj i pëlqeu t'ju jap mbretërinë. Çdo fjalë vogël e kësaj fjalie mahnitse ka për qëllim të ndihmojë në largimin e frikës që Jezusi e di se është pjesë e përleshjes tonë. Domethënë, që Perëndia i jep pa dëshirë të mirat e tij, që ai është i shtrënguar dhe nuk vepron në përputhje me karakterin e tij kur bën gjëra të mira, që në thellësi të qenies së tij, ai është i zemëruar dhe i pëlqen ta shfryjë zemërimin e tij. Luka 12:32 është një fjali për natyrën e Perëndisë, e cila ka të bëjë me llojin e zemrës që Perëndia ka. Ky është një varg që tregon se çfarë ngazëllon Perëndinë. Nuk tregon se çfarë do të bëj Perëndia apo çfarë duhet të bëj, por çfarë i pëlqen të bëj, çfarë ai bën me dashuri dhe me ëndje. Çdo fjalë ka peshë. Mos ki frikë o tufe vogël, sepse Atit tuaj i pëlqeu t'ju jap mbretërinë.